Deri në maj pritet që të bëhet parkingu i ri në qendrën klinike Nën Tereza në Shkopë me infrastrukturë smart dhe garazhe me kate, paralajmëroi ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, duke treguar se ka mbetur të nënshkruhet kontrata me ndërmarrjen. Parkingu ishte problem administrativ, ju thash që e kemi zgjedhur në nivel të qeverisë veç ka kaluar. Tani më priteshte 8 ditë që të jetë në gazetën zyrtare. Besoj që ka kaluar edhe në gazetën zyrtare. Tash do duhet me institucionin përkatës të nënshkruhet kontrata dhe të fillohet me punë në pjesën e investimit brenda në infrastrukturë. I pyetur për ndihmën e shpejtë që nuk ka ilaçe bazë për mjekim, Aliu nuk u përgjigj në mënyrë direkte se si do e zgjidhin këtë problem, por tha se së bashku me qeverinë do t'i blejnë 100 automjete të ndihmës së shpejtë dhe se me Ministrinë e Arsimit po krijojnë politika ku do të krijohen profile mjekësore për atje ku ka nevojë. Вие знаете дека јас од првиот ден реков дека ги креираме политики базирани на потреби и податоци. Во моментот по прв пат како влада имаме база со човечки капацитети, од таа база произлезе ова што вие го кажувате и точно дека немаме доктори во тие институции. Ние работиме заедно сега со Министерството за образование да креираме национална стратегија за 10 години за да може да предвидуваме професионалци и профил на здравствени работници таму кај што ни е потребно. Тоа не може да се направи ни за една година, ни за 4 години. Знаете дека минимум 6 години ни треба за да се креира profil na doktor. Ndryshe, para 2 javëve në rezultatet se si kanë punuar institucionet publike shëndetësore, në një rast u vërtetua se ilaçet që duhen për kujdesin mjekësor urgjent ishin nën minimumin e nevojshëm për të funksionuar dhe nuk ka pasur ampula kundër dhimbjeve, gjë për të cilën tregoi drejtori i Fondit të Sigurimit Shëndetësor Sashko Klekovski.